Natyrisht është për keqardhje situatën në cilën ndodhet Këshilli Prokurorial. Dorën zemër nuk është që ka qenë më mirë edhe në të kalumen, si që përmeni kolegja, ka pas mungesë të theksuar të transparencës, mirë po fakti që tash është afru bukur shumë fillimi i jetësimit të reformës që parashihet me ligjin për Këshillin Prokurorial, po besoj që janë tentativa të rvatjet e fundit të këtyre grupeve që i ka përcaktuar dhe Komisioni i Venecias në raportet e tij, sa i përket çështjes korporatizmit. Vlen theksohet fakti që në bindjen time qoftë qëllimisht, po shpresoj që qëllimisht e jo për shkak të mosdijes, sepse në rast se do të ishte për shkak të mosdijes, atëherë një mekanizëm kaq i rëndësishëm me vujt kaq shumë prej mosdijes është për keqardhje, çështja e korumit, leximit në bindjen time jashtëzakonisht keq dhe gabimisht të dispozitave, me theks veçantë atyre që ndërlidhen me çështjen e dispozitave kalimtare, për faktin se korumi, siç po përpiqen ndonjëherë të interpretohet prej 5 ose 4 antarëve në rrethana përjashtuese, është dhe fillon me u zbatu nga janari i vitit të ardhshëm, kur fillon me u zbatu në plotni reforma siç parashihet në ligjin e ri për Këshillin Prokurorial, ndërsa aktualisht natyrisht është e paqëndrueshme çdo insistim, çdo interpretim i asaj siç u pa në disa prej paraqitjeve të antarëve të Këshillit Prokurorial se jo vërtet ka pas korum me rastin e zgjedhjes së përkatësisht të shkarkimit në mënyrë arbitrare dhe të paqëndrueshme të zotit Kelmendi dhe emërimit të një antari. Tendenca po shihet qartë që është jashtëzakonisht e shpërfaqur dhe është për çështjen e votave, me theks veçantë në një tentativë në bindjen time e pabazuar në ligj për ta delegitimuar një proces ligjor, siç u përmend prej kolegëve këtu që e kanë monitoruar, madje ka pas edhe mekanizma ndërkombëtar, organizata ndryshme që e kanë monitoruar dhe kanë vlerësuar që ka qenë në rregull, ndërsa sot pam diskutime, pam shpërfaqje të ushtrimit të presionit, ushtrimit të ndikimit, të gjitha këto, edhe shtrohet pyetja në rast se kjo mund të bëhet ndaj prokurorëve ku jem të jetuar, në çfarë vendi jem të jetuar, kur dikush ushtron në mënyrë të kundërligjshme ose ushtron ndikim ndaj prokurorëve e nuk kemi së paku në publik asnjë informat, është inicuar ndonjë rast ndaj atyre cilët kanë bërë përpjekje ose kanë ushtruar kësi lloj presioni ose kësi lloj ndikimi. Po flisim për presionin që u fol sot që ka ekzistuar në procesin e zgjedhjes antarit të ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Sot në këtë mbledhje, si se theksoi edhe gëzimi, u refuzu raporti i Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e antarës të re të Këshillit Prokurorial të Kosovës, që është mbajtur pra në këtë konferencën vjetore të prokurorëve, ku ka fituar pra kandidatja Elza Bajrami në raport me Merita Kagaj. Nëse ka pas presione ose shantazhe ose gjithçka tjetër, si shpjegohet kjo që kjo mas pari mundet me ndodhë tek prokuror? Nëse ndodhë, që është me reagu prokuror? Që është me reagu prokuror? Është për shqetësim, po është për shqetësim një ngritja e diskutimeve të tilla. Se s'është thonë kjo me njëherë? E para pse s'është thonë kjo me njëherë, në gjallë dyshime nëse vërtet kanë qëndruar se janë insinuata këto që thuhen, po në rast se vërtet kanë qëndruar, atëherë besoj që edhe Këshilli Prokurorial edhe gjithë ata që kanë diskutuar sot e kanë për obligim në raport me opinionin që me thonë që filoni ka ushtruar këtë ndikim dhe ndaj tyre është inicuar procedura. Ne nuk kemi informata në rast se është inicuar procedurë, ndërsa penale, por natyrisht, sepse ushtrimi i ndikimit natyrisht dihet është vepër penale. Por vetëm edhe sa i përket çështjes së procesit. U tha, është thënë edhe prej mekanizmave të tjerë organizatave që e kanë monitoruar që ka qenë proces të rregull, proces transparent, i monitoruar edhe prej kamerave dhe besoj që është jo logjike për shembull për një tip proces të refuzohen ankesat edhe njëkohësisht mos konfirmohet raporti, pavarësisht që në bindjen time raporti nuk mundet me pas, domethënë, efektin e validimit
vazhdimit të procesit, sepse në instancën e fundit vetë votat e prokurorëve janë ato që e legjitimojnë procesin, sepse në instancën e fundit në rast se është në dorën e këshillit, atëherë pse duhet me votu prokuror. Leja këshillit prokurorial e zgjedh një antar dhe kaq. Mirë, po para çkosa prokurorët në konferencën e përgjithshme vjetore të prokurorëve kanë marrë pjesë në proces të votimit. Në bindjen time, këto tentativa janë synime për ta delegitimu përkatësisht për ta zhbërë një proces votimi që është vlerësu prej organizatave që e kanë monitoru procesin që i rregullt, e kjo po bëhet qartë për shkak se një person që është zgjedhur prej prokurorëve, sigurisht një grupacioni të caktuar nuk po i shkon për shtatin, nuk po i pëlqen. Muj me të shifru krejt qëtë proces, qysh ka mujt me pas tendenca për veprime të presionit, shantazhit, kërcënimit edhe mos me pa veprime nga ata që mas shumë të janë thirrur me marrë veprime. Ka disa mesazhe, ka disa çështje që dalin nga një deklarim i tillë. Po që kur janë fol para disa ditësh, ne kemi bërë ftesë disa personave brenda këshillit që i kanë përmend që na i ofrojnë të gjitha në mënyrë që t'i publikojmë dhe ta shohim se kush ka bërë presion këtë formë, por asnjë nga këto mesazhe nuk janë ofruar. Është vetëm muhabet deri tash i thënë në kafe, por jo më shumë. A ka diçka zyrtare, a ka informata që është kanalizuar diçka nga kjo që po thuhet, edhe ka veprime hetimore për ta zbardhur. E para, ne nuk e dim a ka ndonjë denoncim penal. Zotri Arjan Gashi sot janë në fakti i mojt gjitha. Po e tregoj në mënyrë gjitha pikat që mendoj që dolin prej kësaj çështje që përbindjen time personale është diçka e ulët që është përdorur brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës, kjo çështje ndaj zotrit Arjan Gashi. E para, me pretendu do të thotë se ka pas presione, ushtrim ndikime e tjerë, kjo nuk është çështje që e vendos Këshilli Prokurorial i Kosovës. Këshilli Prokurorial i Kosovës administron me prokurorit, mirë po nuk zgjidh lëndë. Çka i mbetet një antarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës që të veprojë në rast se e din se dikush ka bërë një presion të caktuar tek një prokuror i caktuar për të votuar një kandidat të caktuar etj, atëherë ai duhet ta denoncojë rastin dhe jo që të dalë dhe të thotë se e kam një mesazh dhe si çfarë thotë. Ai mesazh u demantu nga zotri Arjan Gashi që tha nuk është mesazhi im, sipas tij bëhet fjalë për komunikim të dy personave të tjerë dhe ai tha se unë nuk mbaj përgjegjësi nëse dikush e përmend emrin tim. Megjithatë është e vërtetë që rregulloria kërkon që nëse një prokuror nuk merr pjesë në votim pa dhënë një arsyetim, atëherë duhet të njoftohet autoriteti kompetent që është kryeprokurori në rast konkret për shkak pse s'ka marrë pjesë në votim, a ka qenë arsyeshme apo nuk ka qenë arsyeshme, pa marrë parasysh se si është si duhet jetë kjo dispozit. Kjo dispozit është e tillë. E treta, do të më theksu një fakt. Po thejme që gjitha presionit, ushtrimit e ndikimit, keqpërdorimet e gjitha këto janë çështje procedurës penale dhe jo pjesë e një vendimarrje specifike. E dyta, zonja Elza Bajrami ka fitu në raport në kundër kandidatën e vetë 74 me 58, që i bie 16 prokuror është dashur që të jenë nën presion, nën shantazh, nën ndikim, nën gjitha këto çështje në mënyrë që të përmbyset ky rezultat. Dhe në mungesë do të thotë, në mungesë të çfarë do argumente, në mungesë të një mjeti juridik për shkak se është vështirë, siç e sqarova fillimisht, çështja e procedurës, tash do të thotë dalin me gjëra të ulta, e kam një mesazh se siç ka po thot dikush, se si çfarë ka thënë ai tjetri etj, në një farë forme për të tentuar, për të kompromentuar. Mirë po, çështja është e qartë, matematika është e qartë. Kurumi është çështje matematikore që motet me numra dhe që kurumi nuk e kanë pasur. Nuk është e vërtetë që zotri Çale nuk u ka bërë kurumin. E gjitha këto çështje tregojnë për përpjekjet e fundit të një grupi të antarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për ta mbajtur korporatizmin brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pse po them përpjekjet e fundit? Prej këtyre 5 antarëve që kanë votuar pro shkarkimit të
zotët Besim Kelmendi, ka pozita e ushtruesit e detyrës së kryeprokurorit shtetit, 4 prej tyre përfundojnë mandatin në janar të vitit të ardhshëm.